Laerti bën deklaratën e rëndë për muslimanët, reagojnë me njëherë Hoxha i njohur Ahmet Kalaja për dhe Xuma Allushi, ja çfarë shkruhet edhe nga publiku. Pak minuta më parë, aktori Lart Vasili ka bërë një deklaratë të rëndë për besimtarët musliman në një përplasje me Gjestin, teksa Gjesti po i thoshte Allahu Ekber, Laerti është shprehur se Allahu Ekber i thon ata që presin koka, duke ju referuar terroristëve. Kjo deklaratë e tmerrshme nga aktori ka bërë xhiro në rrjeteve, teksa ka reaguar fillimisht Hoxha Ahmet Kalaja, i cili njihet për afërsinë në media sociale. Ai ka kërkuar të merren masa ndaj tij dhe produksionet, si dhe Komisionit kundër diskriminimit dhe institucionet përkatëse, teksa ka thënë ndër të tjera, dëgjova edhe një koment tepër përçarës e të fliqur në Big Brother. Nuk mund ta besoja që diçka e tillë është thënë në televizionet kombëtare. Duhet të ishte censuruar dhe ne i kena dërguar edhe letër Komisionit kundër diskriminimit dhe institucionet përkatëse na kanë bërë me dije se janë duke u marrë masa. Ai banori Laerti duhet të ikë me njëherë nga shtëpia Big Brother pasi nuk është shembull. Në Shqipëri ka një tolerancë fetare dhe këto deklarata përçarëse nuk i shërbejnë asgjë, vetëm se minojnë këtë vllazëri midis feve, përfundoi Hoxha. E një reagim të ashpër e pat edhe Xuma Allushi, i cili është shprehur tepër i keqardhur ndaj mikut të tij që kishte brenda Lart Vasili, teksa pa, ndihem keq pasi isha në një shtëpi dhe e vlerësoja Laertin për bagazhin, por me atë që pash, shoh që bagazhi i tij pas ka qenë zero. Nuk e di se kush i ka thënë në Greqi se Allahu Ekber është vetëm për ata që presin koka. Në Shqipëri kena një tolerancë fetare dhe secili është i mirëpritur që të ketë besimin e tij, por të gjithë kemi një Zot. Me këtë fjali që the sot, ke treguar që nuk je artist i madh, po në të vërtetë je turpi më i madh i kombit. U shpreh tepër i mllëfosur Xumi.